Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë hani fasole, por askush nuk e di çfarë i shkaktojnë në zemrës tuaj. Fasolja përmban edhe vitamina të shëndetshme për zemrën dhe antistres, si janë vitamina B, hekuri dhe kalciumi. Po ashtu konsiderohet si pastrues natyral, sepse kalon në përzor dhe ka aftësi të eliminojë kolesterolin. Përdorni fasolet edhe supën dhe përzjeni me lloje të ndryshme të perimeve si domatet, karrotat dhe gjithashtu piperin djegës. Përgatitni ato me 2 lugë vaj ulliri, pak hudhër, krip, piper për fasole sipas stilit mesdhetar. Si të ruhen, mos ju ndani fasoleve në kanaçe kur janë me ulje çmimi. Fasolet e thata janë gjithmonë më të lira, por marrin shumë kohë për t'u zier. Por në vazhdim të videos ne do t'ju tregojmë mënyrën më të lehtë të zierjes së fasoleve. Fasolja është një ndër ushqimet më të dobishme, është një burim i proteinave, si dhe është ushqim që i takon kuzhinës tradicionale. Fasolja është një bimë një vjeçare nga familja e bishtajoreve, e cila posedon shumë përbërës ushqyes edhe duhet të jetë pjesë përbërëse e ushqimit tonë. Ushqimi me një dietë të lartë në fasole mund të jetë në gjendje të ndihmojë në uljen e gjasave për sëmundje të këqija, ashtu si sëmundjet e zemrës, të cilat vijnë dhe zvogëlohen. Vetëm një shërbes e vogël e fasoleve kryen një punë të madhe sa u përket fibrave. Fibra është një element tepër i rëndësishëm në humbjen e peshës, pasi që zgjat procesin e tretjes. Kjo ndihmon për të bërë personin që të ndihet sa më mirë, të ndihet i plot për një periudhë të gjatë kohore. Fibra e fasoles gjithashtu shkakton që sheqeri në gjak të rritet më ngadalë dhe duke ndihmuar që të largojë mbretjen nga uria për një periudhë më të gjatë kohore, ndërsa edhe për sigurimin e energjisë. Fasolja ndihmon në menaxhimin e diabetit. Fasolja mundet të përshkruhet si një ushqim i preferuar i diabetikëve për shkak të kombinimit të tyre unik të proteinave dhe karbohidrateve komplekse. Fasolja liron glukozën më ngadalë, duke e bërë më të lehtë për trupin e një diabetiku për të rregulluar këtë fluks. Për këtë arsye, një dietë e lartë në fasole ndihmon një diabetik, sidomos kur krahasohet me nxitimin e papritur të sheqerit që është përjetuar pasi të hahet një vakt me karbohidrate të thjeshta. Fasolja ndihmon në uljen e kolesterolit. Përveç kësaj, për të qenë një burim i madh i proteinave, fasolet janë të njohura për përmbajtjen e tyre të lartë në një tjetër veti, e cila është vendimtare për shëndet të mirë, fibrave. Shumica e njerëzve nuk marrin fibra të mjaftueshme në dietat e tyre për të siguruar një shëndet të mirë të zorrëve. Një dietë e lartë në fasole ndihmon për ta korrigjuar atë. Përveç kësaj, fasolja është vendimtare edhe në kontrollimin e nivelit të kolesterolit. Ulëmtuesit kanë zbuluar që 1/2 e pjesës së fasoles ofron rreth 10 gram fibra. Kjo është e njëjta shumë që ka treguar për të ulur nivelin e kolesterolit të keq dhe me rreth 10%. Përveç kësaj, fasolet janë të larta në fitosterole dhe saponine, të cilat janë të njohura për uljen e kolesterolit. Atëherë, të thjeshta dhe të shëndetshme, ashtu siç ne e përmendëm, është gatimi më ekonomik. Fasolet janë receta sekrete e çdo anviseje shqiptare. Pra, me pak fjalë, të dish se si të përgatisësh fasolet është një nga mënyrat më të mira dhe më të shëndetshme për të konsumuar pothuajse çdo javë. Ndonjëherë fasolet nuk ziejnë tamam, dhe ndonjëherë ato zbuten më shumë se ç'duhet. Përpara se të filloni
Një hap kyç në përgatitjen e fasoleve është që ju të dini vjetërsinë e tyre. Dhe pse fasolet qëndrojnë deri në 2 vite, ne ju sugjerojmë që ti gatuani ato brenda vitit. Përpara se ti përdorni për gatim, duhet që ti shpëlani përpara se ti gatuani me ujë të bollshëm, si dhe të qëroni ato të cilat janë të prishura. Vjetërsia e fasoleve ndikon drejt për së drejti në kohëzgjatjen që nevojiten për t'i lënë në ujë. Zbutja në ujë. Lënia e fasoleve në ujë shkurton kohën e përgatitjes si dhe i bën ato më të lehta për t'u tretur. Në qoftë se ju do të shtoni pak kripë dhe ujë në të, do të formoni një lloj shëlire dhe do të mundësoni që lëkura e fasoleve tuaja të qahet më shpejt. Zbutja në ujë gjatë natës. Lënia e fasoleve në ujë është një metodë vjetër e të gjitha anvisave shqiptare. Ne ju këshillojmë se mjafton t'i hidhni fasolet në një enë dhe t'i mbuloni me ujë dhe të shtoni një lugë gjelle me kripë për çdo 500 grame fasole. Lëreni në ujë për rreth 4 deri në 12 orë. Më pas mjafton që t'i kulloni dhe t'i përdorni për recetën tuaj. Ka mendime që përdorimi i kripës në ujë kur zhyten fasolet nuk i lejon ato të zjejnë plotësisht, por në të vërtetë ndodh që fasolet kanë qenë të vjetra dhe kanë kërkuar shumë kohë të zbuten dhe as nuk janë zbutur. Si edhe uji i shtëpisë tuaj mund të jetë i pasuruar me shumë minerale të cilat i japin atij një fortësi dhe nuk lejon në zbutjen e këtyre bishtajoreve. Megjithatë, për të anashkaluar dilemën nëse kripa ndikon apo jo vërtet në kohën e zgjerrjes së fasoleve, mundet të zbusni fasolet në ujë dhe sasinë e kripës shtoheni në fillim apo në fund të gatimit. Zbutja e shpejtë. Një tjetër metodë është zbutja e shpejtë, e cila mundëson që të përgatisni recetën tuaj vetëm disa orë pas sakrifikuar shijen apo teksturën e fasoleve. Vendoseni fasolet në një tenxhere të mbuluar afërsisht me 4 gisht ujë. Tenxheren lëreni në zjarr derisa të ziejë. Pasi të ketë vluar, hiqeni nga zjarri dhe lëreni në ujë për rreth 1 orë. Kullojeni, shplajni dhe vazhdoni me recetën tuaj. Gatimi i fasoleve me tenxhere të zakonshme. Vendoseni fasolet në tenxhere. Hidhni ujë derisa të zbuten plotësisht dhe kalojeni në zjarr të ngadalt. Ne ju këshillojmë që t'i përzieni shpesh, që të mos lejoni ngjitjen e tyre në fund të tenxheres. Nëse ato do të bien në fundin e tenxheres, do të qahet lëkura dhe fasolet do të zbuten te i mase, duke rezultuar në një pjatë ku disa kokra janë më të forta se të tjerat. Në varësi të vjetërsisë së tyre, është treguar se kohëzgjatja e fasoleve zgjat deri në 1 apo 2 orë për fasolet e reja dhe 3 deri në 4 për fasolet e vjetra. Gatimi me tenxhere me presion. Për këtë metodë vendoseni fasolet e zbutura në ujë ose jo në tenxheren me presion të mbuluara me ujë. Shtoni kripë dhe erëzat që ju preferoni. Një lugë gjelle me vaj ulliri, i cili do të përfundoj në bllokimin e valvulës të presionit të avullit duke e parandaluar atë. Zjeni për rreth 5 deri në 10 minuta në zjarr të lartë për fasolet e vogla dhe rreth 35 deri në 40 për fasolet e mëdha si pllaqit. Ne ju këshillojmë që të tregoni kujdes pasi nëse i keni lënë në zjarr dhe në ujë për t'i zbutur, ato do të përgatiten edhe më shpejt. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni recetat e mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.